Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, e cila udhëhiqet nga Ministrja në Detyrë Fitore Pacolli, ka shpallur tender në vlerë prej 480.000 euro për 20 ekspert me marrëveshje për shërbime të veçanta, ose siç njihet ndryshe kontratë mbi vepër, e që është në kundërshtim me rregulloren e prokurimit publik, si dhe duke anashkaluar ligjin për zyrtarët publik. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, përmes shpalljes së këtij tenderi, është bazuar në rregulloren që është fuqizuar në vitin 2022, duke anashkaluar ligjin për administratë publike pasi pozitat që ministra Pacolli ka hapur tender rreth gjys milioni janë pozita që mbulohen përmes rekrutimit të rregullt sipas ligjit për zyrtarët publik, e jo përmes marrëveshjeve për shërbime të veçanta. Ndryshe rregulloria numër 002/2024 për prokurimin publik, neni 57.2 përcakton se kontraktorët individual mund të angazhohen vetëm për ekspertizë specifike që nuk mund sigurohet përmes procedurave të rregullta të rekrutimit në administratën publike. Në këtë rast, natyra e detyrave të përcaktuara nuk ka të bëjë me ekspertizë specifike, por mbulim të funksioneve të përhershme teknike administrative. Madje dhe Komisioni Evropian kishte ngritur shqetësim për përdorimin e tepruar të kontratave për shërbime të veçanta. Në raportin e vitit 2025, Brukseli kishte rekomanduar kufizimin e kësaj praktike dhe respektimin e procedurave të rregullta të punësimit në sektorin publik. Mirë po kjo ministri ka vazhduar duke mos respektuar as rekomandimet dhe vërejtjet nga Komisioni Evropian në raportin e vitit të fundit, si dhe duke u bazuar në nene që janë shfuqizuar para 3 viteve.